Miq të dashur, E pas kanë lëshu peshtimes këta, A për deri për këmë folë, miq të dashur? Se besoj. Po s'pejap të regoja nën të në gjëmi lutëm. Se pe që e pat për zonë Ermali, ta shpedini ku 100%, pas shku në shtime, se me të rrugëve, e pas ka dalë prap, shkojnë miq? Albin Kurti duke të votuar. Militantët i kanë dalë kundër duke ja kërku Vjosa Osmani presidente dhe duke Çfarë rane bre, çfarë pisi bre, çfarë idiote bre. Albin Kurti ka dalë kundër thot votust për ja kërkojnë Vjosa Osmani presidente. Çfarë ignorante. Çfarë shkollë, çfarë gjak prishti. Çfarë shtisi amoni e kohët miq të dashur. I bon adresat falsë, i shkruan aty, i shkruan vetë, kishe që. Kuna peshe të fore o gjak prisht. Shkojna se... Në me braktisën kundër të. Shpo e kupton çfarë po ndodh. Që tregojon. Për ju nostalgjikët që sot përbëjnë thelbin me militantit dhe vendosjes, gabimi i madh nuk është të mos kandidimi Osmanit deri tani, por artikulimi një dëshire për një emër nga familja Jashari. Sepse për ta është i papranueshëm kushdo që ka të bëjë me krahun e luftës dhe çfarë do përsi. Çka më thon ti në vetë perceptuar për Benala. Çfarë shpifi e bën për kryeministrin? Thot kush është kush ka u kon komandant luftar sa në ky është kundër tyne. Çfarë gjak prishti? Hemër Lerimović, hemër zotit mbarro po ti dhën bëhat s'ka me të lënë. Tërësit valet. Shumë pati e marti për servis. Tërpë qoftë. Sa shim thash dhe Adem Jasharit, sytë e tyre është se ky fund është i vdekur, asgjë tjetër. Jugo nostalgjikët nuk janë me Kurtin për ekonomi apo etikë qeverisëse, por sepse ai ishte kundërshtari më i ashpër i ish-komandantëve. Dhe sa po perceptohet një afërsi me ta, ata largohen dhe kërkojnë një figurë që u harruan këtë distancë. Aktualisht, ajo figurë është Vjosa Osmani. Albin Aktualisht, Rumulla këtë vëvëja qa janë, peti ti. Që të sa s'kom qatë thëmë. Kretë qa jem në Shqiptaria, Rumulla këtë në ta, peti ti tash. Që ma gjak prisht, është problemet gjithë. Miq, kjo është e vite për sot, mire po është vite rrallë, Zotë i rujtë.